Po themi kë ke pas komandant apo general apo nuk e di se në Kukës, në atë kohë në varësinë e Kukës, kam qenë në varësi ka qenë komandën e Kukësit e mori Bislim Zyrapi dhe Fatmir Limaj. Unë kam qenë në varësi të Bislim Zyrapi dhe Fatmir Limaj. Tani është publikuar. Fatmir Limaj ishte si zëvendës ministër mbrojtjes, por që ishte atachuar në operacionin Shigjeta, kurse drejtuesi i operacionit Shigjeta ishte ngarkuar në shtabi i përgjithshëm Bislim Zyrapi. Po, Bislim Zyrapi e kam parasysh. Tani ti the disa të vërteta të cilat besoj do t'i marrin vesh edhe ato për cilët kanë folur, po them drejtën është publikuar dhe nga vetë Tauland Balla një shkresë ku flet në lidhje me Bilahedhë dhe akuzat të turpshme që thot për punën e mercenarëve. Pasi por të them drejtën vajza e Tahir Sinanit ka bënë një deklaratë të fortë kundër Tauland Ballës, i cili mirë që nuk kontribuoi në luftën e Kosovës kur ishte në moshën më të mirë për të bashkuar. Kur na dele flet dhe hedh akuza për mercenarë ushtarak të UÇK-s që janë edhe dëshmorë të kombit. Si është e vërteta e kësaj pagese dhe po themi në një farë mënyrë apo edhe njohja emri jot në listë bashkë me dëshmorin e kombit Tahir Sinani në fakt. Ajo është një pagesë që është dhënë në mbarim të luftës. Pra nuk është një pagesë që është dhënë gjatë luftës, është dhënë një pagesë për të gjithë ta ushtarakët që janë nga Shqipëria në fund të luftës. Pra në mbarim të luftës është caktuar një pagesë në mënyrë që gjithkusht të mund të rregullonte diçka të vetën ose të krijonte një diçka. Në atë kohë është dhënë edhe Tahir Sinanit edhe gjithë tjerëve, pasi Tahir Sinani i erdhi familja dhe normalisht kishte nevojë për të ardhur, se pavarësisht të komandant zone në UÇK nuk paguaj askush pra. Këtë është në baza vullnetare, nuk ishte asnjë lloj pagese. Po në përfundim të kësaj lufte, normalisht dikush duhet paguaj që të vazhdonte jetën, sepse deri në momentin që fillua po në fakt kjo pagesa nuk është bërë vetëm për ju e për Tahir Sinanin. Të gjithë me sa e diun në Kosovën e pas luftës, të gjithë komandantët e famshëm të zonave janë paguar shumë të caktuar parash, të cilat i kanë dhënë në një farë mënyrë edhe si tip shpërblimi për të vazhduar jetën në dhe kanë dalë media, bile të them drejtën të dëgjosh ato emisionet e famshme të shtabi milionerëve, nuk kanë marrë me qindra, ata kanë marrë edhe me mijëra, me miliona. Po, është dhënë, po kjo është një lidhje që është filluar në fund, pra, dhe këto para janë dhënë në momentin në mbarim të luftës, në qershor, pra në fund të qershorit, për pjesën deri në shtator, pra sepse në shtator pastaj u vëzhguan në TMK dhe në TMK ishte caktuar një pagesë, pra që vepër koshtin ishte caktuar në një pagesë, po edhe në